Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Falëndrimi qoftë Allahut azza wa jall, salavat dhe selamet e na dërguar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyreve që e pasuan dhe ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë Allahun azza wa jall, i cili na mundësoi që të flasim për të dërguarin më të dashur dhe më të zgjedhur të Allahut, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë me shpjegimin e librit që jemi duke shpjeguar, e që flet për siren apo jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kemi arritur tek tema me radhë, cila quhet si i trajtoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që futet në Medinë. Pra, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam arriti në Medinë, ato i gjeti 3 kategoritë njerëzve. Pra, i gjeti muslimanët, i gjeti mushrikët, e që për këto 2 grupe kemi fol, edhe i gjeti qifotet apo jahudit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka arrit në Medinë, i ka vendos themelet dhe bazat e shtetit islam, të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka mësuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe për të cilin kanë zbrit ajete dhe shpallje prej anës së Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillimin e ndërtimit të këtij shteti dhe këtij umeti në Medinë, i raqet e ndërvepron me grupet të cilat ishin në Medinë, pra me muslimanët, me mushrikët dhe me qifutet. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e gjeti Medinën të shtruar asfalt, edhe nuk e gjeti pa telashe, edhe nuk e gjeti pa sfida dhe pa probleme. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në planifikimin e tij dhe formën më të mirë doli për gjitha aty në kriza, nga se ishte i ndihmuar me shpalljen e Allahut subhanahu wa ta'ala, po të njëjtën kohë dhe mbet si udhërrefys apo si model i mirë, se si muslimanët do të zgjedhin problemet dhe krizat e tyre në çfarë do rrethona që gjenden ata dhe në çfarë do kohë që u vinë atyre dhe çfarë do sprova që kalojnë muslimanët, o den kiamet. Për të arsye Allahu thot: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Shembullin më të mirë keni të dërguar në Allahut. Pra në zgjedhjen e çdo problemi jetësor, shembull e ke pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sot pra do flasim për një temë shumë të rëndësishme, po të njëjtën kohë dhe serioze, nga se si ka vepru pejgamberi apo cili ishte qëndrimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj shifuteve jahudive të cilët jetonin në Medinë. Dhe në Medinë, vëllezër të nderuar, kanë jetuar 3 fisë të shifutve. Pra fisi Beni Kajnuka, Beni Kureidha edhe Beni Nadhiri. Pra këto janë ka 3 fisë shifutët që kanë jetuar në Medinë. Kurse sa i përket veriut të Medinës, apo gjithashtu vendit të quajtur si Wadi al-Qura, kanë jetuar gjithashtu fisë të ndryshme të shifutëve, mirë po këto vende janë njohur si vendi i Khajberit. Pra edhe këtu ka pas fisë dhe kabile të ndryshme, po janë njohur në historinë islame pra si Khajberi. Dhe të gjitha këto dhe Khajberi, çlirimi i Khajberit do të vjen inshallah gjatë shpjegimit dhe sjellimit të librit me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Si veproi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me të gjitha këtyre grupeve.
dhe si u sill pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ta, dhe si i trajtoi ata. Gjitha këto inshallah do morëm përgjigje gjatë kësaj teme të sashme me lejen dhe ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Para se të flasim se si ka trajtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duhet ta kuptojmë vëllezër të nderuar atë natyrën e çifutëve. Pra natyrshmëria e tyre dhe ai tabiati i tyre. Si është apo si ka trajtuar Kurani këta njerëz? Është interesant vëllezër të nderuar se Allahu subhanahu wa taala e ka përmbledh jetën e këtyre njerëzve, po çifutëve, e ka përmbledh në Kur'an me një ajet. Ka shumë ajete, mirë po në këtë ajet Allah azza wa jall thot: "La tajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahuda wal-ladhina ashraku." Thot ti o Muhammed, do vëresh se njerëzit më armiqësuar ndaj besimtarëve janë ata çifutët, jahudit, dhe ata që i kanë bërë Allahut azza wa jall shirk. Në dersën e kaluar e pam se si mushrikët e Mekës i kanë bërë komplote, i kanë bërë kurtha dhe jenë mundu me e mbyt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët. Mirë po, armiqësia e çifutëve u atë i kalon armiqësinë e mushrikëve. Pra, kurthat e tyre janë më të mëdha se sa të atyre të mushrikëve. Komplotet e çifutëve ndaj pejgamberit alayhis salam dhe ndaj muslimanëve janë edhe më të ashpra, edhe më të rrezikshme për muslimanët. Dhe për këtë arsye Allah azza wa jall kur i përmeni këto dy grupe që armiqësojnë muslimanët dhe kanë armiqësuar pejgamberin e muslimanëve, e filloi me çifutët, pastaj mushrikët. Pra la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahuda wal-ladhina ashraku. Po ti do të veresh apo do i gjesh se njerëzit më armiqësuar ndaj muslimanëve, ndaj besimtarëve janë çifutët dhe ata mushrikët, pra idhujtarët. Dhe qysh i ka trajtuar libri Allahut subhanahu wa taala çifutët? Edhe a ka zbrit diçka për ta para se sahabët dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të kalonin në Medinë, dhe para se muslimanët edhe të formojnë shtetin e tyre në Medinë bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Është interesant vëllezër të nderuar, vallahi çdo analizë në këtë dynjë do mbeste i shtongur, do më honë në ngjarjet se si kanë rrjedh me sahabët dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Amo shikoni subhanallahu kur është në pyetje Kurani. Kurani, libri Allahut subhanahu wa taala, që është në Mekë, kanë zbrit shumë ajete të cilat tregojnë për Beni Israilit, për Musa alayhis salam, për Davudin alayhis salam, për Sulejmanin alayhis salam, dhe për pejgambert, pra me Beni Israilit tek të cilët Allahu xhelalu ala kishte dërguar shumë pejgamber. Sa herë ka vdek një pejgamber, si thot Ibn Kathir rahimahullah, Allahu azza wa jalla ditë o ka zëvendësuar me tjetrin. Dhe shumë ajete kuranore kanë folur për Ben Israilit. Pra, po flasin për një popull që për sahabet, domthonjë nuk janë takuar me këta njerëz. Edhe po flasin këto ajete për sahabet të cilët po janë duke u shtypur në periudhën e Mekës. Po janë duke kaluar në tortura të rënda në periudhën e Mekës. Dhe Allahu subhanahu wa taala po i tregon për këta njerëz, edhe për cilësitë e tyre. Dhe ajetet që kanë zbrit, i kanë folë domosdoshmë për Ben Israilit. Dhe se si ka qenë qëndrimi tyre me pejgamberët e Allahut, edhe gjithashtu qëndrimi tyre me shpalljen e Allahut azza wa jall dhe me Allahun subhanahu wa taala. Dhe Israil është Jakubi alayhis salam. Dhe pejgamberët që kanë ardhur pas Jakubit alayhis salam, apo fraza që vjen Ben Israil, pra është prej pas Jakubit alayhis salatu wassalam.
Dhe ajetet që kanë zbrit për Beni Israilit, pra trajtojnë pejgambert edhe popujt e tyre. Kurse aja që është interesant, kur pejgamberi alayhis salam del Medine, ka lënë Medine, ma nuk fillojnë me zbrit ajetet për Beni Israilit, mirë po ajetet për qifutet. Pra, që janë quajt jahudi. Në ajetet me kase Beni Israilit, kurse në ajetet medinase, apo në periudhën e Medines, pra po flitet për jahudit. Pra këta që tash po pretendojnë që janë pasues të pejgamberëve. Këta që po pretendojnë që janë pasues të Musës dhe Isës alayhimus salam. Dhe ajetet të cilat, apo citatet të cilat kishin zbritur në Injil edhe në Tevrat, kishin përshkruar për ardhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këta i dinin. Mirë po subhanallahu, siç do shohim, nuk e kanë pranuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe pse e kanë ditë që është hak. Prandaj këta më nuk quhen Ben Israil, mirë po quhen jahudi. Edhe quhen qifutet, domthonë e quhen bashkëkohore. E pse kanë marrë emrin jahudi edhe s'quhen më Ben Israil? Për arsye se kanë deviju shumë për rrugës e pejgamberëve dhe nuk e kanë pranuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk kanë ecë në rrugën e Allahut xhela wala që e ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu Allahu azza wa jall kur fol për këta njerëz, për Ben Israilit në Kur'an, tregon se i kishte zgjedhur Allahu subhanahu wa taala mbi njerëzit e kuës. Thotë Allahu në Kur'an: "Wa laqad ikhtarnahum ala ilmin ala al-alamin." Dhe ne i kemi bërë të zgjedhur ata dhe Allahu xhela wala i kishte ndëruar duke dërguar pejgamber, dhe duke i dhënë mbretëri dhe duke i dalluar mbi gjithë njerëzit e kuës e kështu me radhë. Prandaj do shohim se këta njerëz subhanallahu, megjithëse kanë ditë të vërtetën e kanë kuptuar realitetin se ky është pejgamberi i Allahut, mirë po nuk e kanë pranuar pejgamberin alayhis salam për pejgamber, përveç se disa individ apo një numër shumë i vogël. Për atyre që e kanë pranuar pejgamberin alayhis salam e që janë nga fisi Beni Qaynuqa, është edhe Abdullah ibn Selami. Por kur ka shku pejgamberi alayhis salam në Medinë, pra ai sa folëm deri më tani është ai tabiati i Ben Israelve apo tash i qifotëve domthonë në Medinë. Abdullah ibn Selami, vëllezër të nderuar, kur ndëgjon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur në Medinë, thot shkova për ta takuar. Abdullah ibn Selami ka qenë dietar për dietarëve të qifutëve. Dhe thot momentin që e posh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e kuptova se nuk është fytyrë gënjeshtare. Pra nuk është gënjeshtar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo cilësi është shumë e rëndësishme vllaznin veçanti për thirrsin edhe për muslimanët. Edhe shtoja kësaj kur hihet të thirr në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Abdullah ibn Selami radiallahu anhu ja parashtron disa pyetje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por shkon me testu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nëse thotë është pejgamber, i din këtë pyetje. Nëse s'është pejgamber, atëherë largona prej tij. Pyetjen e parë që ja bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte se cila është shaja e parë e kiametit. Pyetja e dytë, çka është ushqimi i parë që do han banorët e xhenetit? Pyetja e tretë, kur i ngjan djali, fëmia, ka baba dhe kur ngjan ka nona apo ka dajt? Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgjigjet, asaj përket shaja e parë e kiametit, pra për shaftë mëdha, thotë është një zjarr i cili ka me dal dhe ka me i tubu njerëzit. Sa i përket ushqimi i parë që kanë me hangër banorët e xhenetit është melçia e peshkut. Edhe nëse uji paraprin i burrit në mitër, atëherë ngjan ka baba, dhe nëse paraprin i grus, ngjan ka nona apo ka dajt. Edhe Abdullah ibn Selami radiallahu anhu thotë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Pa kupton që është i dërguar Allahut. Edhe gëzohet që ky është ai pejgamberi për cilin ka lexuar domthonë Injilin në Tevrat. Pasi ka një fshehja të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Edhe pastaj thot pejgamberi alayhis salam o i dërguar Allahut, po vjen një grup i çifutëve, thot unë po fshehna në dhomën tënde. Thot pyeti për mua. Dhe vjen ai grupi i çifutëve, i thot pejgamberi alayhis salam, çka thoni ju për Abdullah ibn Selamin? Thot ai është më i miri i joni prej familjes më të mirë, ai është më i ditur, ai është dietari jon, ai është ibadetxhia jon. Në më lavdrojnë Abdullah ibn Selam. Pas që del Abdullah ibn Selami radiallahu anhu, thotë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah, atëherë që futet, thonë ai ka qenë njeriu më i keqi dhe ai është më ignoranti dhe ai rrez për familjes më të keqe dhe ai nuk ka qenë kur njeriu i mirë. Subhanallah, domthon largohen që futet. Dhe i thot Abdullah ibn Selami pejgamberit alayhis salam, ja thot këta janë që futet. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë ngjarje e kupton edhe më mirë, domthon atë tabiatin edhe atë natyrshmërinë e çifutëve. Pra se janë njerëz i pabes, janë njerëz të tyre se marrveshës, janë njerëz që din hakun po se pranojnë, janë njerëz të kurtha dhe të komplotë e kështu me radhë. Pra Abdullah ibn Selami ishte nga fisi Beni Qainuqa. Kalojnë atë qëndrimi i fisit Banu Nadhir edhe Beni Qurayza ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa i përket fisit Banu Nadhir që ka jetuar në Medinë, ato ka qenë njëri shumë i famshëm. E ka pas emrin Huyej ibn Akhtab. Dhe gjithashtu ka qenë edhe vllai i tij Ebu Yasir ibn Akhtab, pra vllai i Huyej ibn Akhtabit. Dhe këta kanë qenë nga fisi Banu Nadhir, pra fis shumë i fortë në Medinë. Dhe fis që ka pas njerëzi me famë, të mëhon të njohur në Medinë. Për këtyre kanë qenë Selam ibn Abil Huqaiq, pastaj ka qenë Selam ibn Mishkam, edhe ka qenë Kab el-Ashraf. Pra këta kanë qenë të njohur të fisi Banu Nadhir. Transmeton nana e besimtarëve, Safia, e cila ka qenë vajza e këtij Huyej ibn Akhtab, radiallahu anha, thot kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, thot Huyej ibn Akhtab edhe agja i saj në këtë rast, pra Yasir ibn Akhtab, nisën për me shku të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe e përshkruan Safia radiallahu anha, thot kanë shku thot mëngjes, pra në sabah, herët, dhe kur janë kthy mbrëmje, domethënë janë kthy në shtëpi mbrëmje. Dhe e përshkruan gjendjen e tyre, thot kur janë kthy të lodhur, të raskapitur, dhe thot në fytyrat e tyre thot u vrejke se janë të dëshpëruar dhe janë të mllëfusur. Dhe Yasir ibn Akhtab, pra migja i Safijës, vllavi i Huyej ibn Akhtab, thot duke pyet vllaun e vet, dhe duke i thonë, a je i bindur si ky është pejgamberi që kam paralajmëruar librat e mëhershme? Po shikoni vëllezër të nderuar, po pe pyet, a je i bindur, a je sigurt se ky është ai pejgamberi? Edhe Huyej ibn Akhtab i thot, po thot, ky është pejgamberi që ka përshkruar të Tevrati. Thot tani çka mendon ti? Çka është qëndrimi jot ndaj këtij pejgamberi? Subhanallah, thot, po çish penin ti vetë ndaj tina? Shikoni çfarë thot? Armitësi, wallahi, adawet, armitësi, pasha Zotin thot deri sot jam gjallë. Pra subhanallah, betohet në armitësin, amo e din se është pejgamberi përshkruar në Tevrat. Pra, ya'rifune kama ya'rifune abnahum, e ka njohur pejgamberin alayhis salam, ashtu që ka njohur fëmijët e tyre. Dhe nuk e pranon Islamin. Dhe gjithashtu, ky është pra qëndrimi i fisit Banu Nadhir.
Ndërsa sa i përket fisit Beni Kurejda, gjithashtu prej tyre asnjëu nuk e ka pranuar Islamin. Asnjëu prej tyre nuk e ka pranuar Islamin. Dhe nuk e kanë pranuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe pse kanë ditë se është i dërguar Allahut subhanahu wa taala. Pasi që këto fise pra e refuzun pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të ka pejgamberi sa në Medinë, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vendos që me lidh marrëveshje me ta. Për arsye se je domethënë në një bashkësi të jetu, je në një qytet. Dhe ti dush me lidh një marrëveshje me ta, sadopak që rrethonat qysh të sillen, mos me i sulmu musliman dhe mos domethënë muru prej sherrit të tyre kështu me radhë. Prandaj dëshirojmë këtu vëllezër të nderuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lidh marrëveshje me ta. Dhe ai pejgamber që një ditë ka lidh marrëveshje me ta, ka orë një ditë që mu këta dhe i ka debu. Mirë po pejgamberi son nuk e ka thy marrëveshjen e parë, çifutet janë ata që kanë thy marrëveshje, siç edhe do vrejna gjatë shpjegimit të librit. Dhe pejgamberi son duhet ai që do i mbyt fisin Beni Kurejda, do mohon të gjithë në treg. Dhe mbasoj marrëveshje do vrejna vëllezër të nderuar se kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lidh marrëveshje, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka luftu, edhe çfarë do të më kanë ato pika që ti duhet me i vendos në çështje marrëveshje. Nga se thamë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është modeli që do të më pasu dhe nuk do më krizat që i ka lënë umeti, gjithherë do të me e pas parasysh më kthy te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe elhamdulillah, libri Allahu dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe rruga që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është rrugë dhe ky islam do më është sistem jete që nuk i bën pa drejtësi askujna. Allahu xhelalu ala ka zbrit ajete Kur'anu ku thot la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fi ad-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum aw tuqsitu ilayhim. Thot Allah nuk ju ndaloj juve ndaj atyre që s'ju kanë luftuar në fe dhe as nuk ju kanë nxjerr, nuk ju kanë debu për shtëpijave tuaja, që të sillni me mirësjellje ndaj tyre dhe të mbani drejtësi ndaj tyre. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah i don ata që janë të drejtë. Pastaj thot Allahu në vazhdim inna ma yanhaakumullahu 'anil ladhina yuqatilunakum. Thot me të vërtet Allahu ju ndalon ndaj atyre alladhina qatalukum. Pra ndaj atyre që ju kanë luftuar juve, wa akhrajukum min diyarikum dhe ju kanë nxjerr juve prej shtëpive tuaja. Domthon këta janë armiku apo agresori i cili quhet muharib, pra luftues, dhe me luftuesin ti nuk ka domthon marrëveshje paqe me ta, por është vetëm domthon lufta. Dhe Allahu subhanahu wa taala pra i zbretu ajete për të treguar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se aja që do ta kemi parasysh pra është që në shtetin islam që e vendos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me urnën e Allahut dhe shpalljen e Allahut, pra nuk i bëhet padrejtësi askujt, as muslimanëve, pas ju muslimanëve. Ai që don paqe dhe marrëveshja lidhet me të, sipas rregullave të Kur'an Sunetit, ai që don luftë, pra luftohet dhe dëbohet e kështu me radhë. Dhe e dini ajetin Kur'an ku Allah thot la ikraha fi din, nuk ka dhunë fe. Cilat janë ato marrëveshje apo ato pika që i vendosi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pro pasi refuzuan këto fise në Medinë, atëherë i vendosi disa bani marrëveshje me qifutet dhe i vendosi disa pika për të cilat do i shpjegojmë dal nga dal me lejen e Allahut. E para prej tyre, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tregoi qifutëve në Medinë, pra se ata janë minoritet apo janë bashkësi që jetojnë së bashku me muslimanët në Medinë. Dhe muslimanët gjithashtu janë umet dhe bashkësi që e kanë fejnë e vetë. Pra qifutët e kanë fejnë e vetë dhe muslimanët e kanë fejnë e vetë. Dhe
muslimanët duhet t'ju bojnë davet që futve dhe t'i thirrin në fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala, pra të mos e luftojnë njeri tjetrin. E para dyta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga kushtet që vendosi ishte se qifutet i kanë shpenzimet e tyre në shtetin islam në Medine dhe muslimant i kanë shpenzimet e tyre domethënë në qytetin e Medines. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu si krer i shtetit apo si udhëheqës i shtetit u tregon se nuk do u merret pasuria juve dhe ju keni të drejtë në pasuritë e juve dhe prunat e juve dhe ato që ai zotron në pasurisë, dhe mos harrojmë se këto ekonomia ka qenë në dorën e xhifutëve siç kemi shpjeguar, por nuk ka qenë në dorën e muslimanëve. Dhe pra secili shpenzon nga pasuria e vet pa ja shkel këtë drejt asnjëri tjetrit. Mirë pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vendos kushtin tjetër dhe thotë, nëse ndryshojnë rrethonat, pra nëse do ketë luftë me dinja, edhe nëse me dinja rrethkohet dhe ka nevojë për mu ndihmue, atëherë obligohen të gjithë, pra si që futet në Medinë, sikur se muslimanët me shpenzu për pasurisë e tyre dhe me mbrojt qytetin e Medinës. Arsisha, pra kjo në këtë rast ndryshon domethënë çështja. E katërta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vendosi kusht, dhe kjo gjithashtu ishte shumë i rëndësishëm për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po të njëjtën kohë ishte domethënë në dëm të qifutëve, se nëse domethënë që qifutet mos ta mbrojnë dhe mos t'i ndihmojnë kurishitët. O pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dinte që kurishitët nuk do ndalen nga lufta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nga komplotet. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shkruan këtë, po në marrëveshje me qifutet që kurishitët nuk duhet të ndihmohen dhe nuk duhen të merren në mbrojtje. Nga se ishte frika se mos domethënë nëse bashkohen qifutet me mushrikët, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do e dëmtojnë dhe do e luftojnë dhe do e dëbujnë nga Medinja, ashtu që ishte dëbuar nga Mekka. Dhe kjo ishte shumë rëndësishme për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nga se qifutet vëllezër të nderuar janë njerëzit domosht që i thënë marrëveshjet, bojnë komplote kështu me radhë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë kusht thotë që ju duhet me i bojkotu Kurejshet. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shkruan këto dhe e përmend tekstualisht Kurejshet. Pse? Se nëse ndodh diçka të ardhmen, por mos më thonë që futet, vallahi ne nga adin nuk kem përmend Kurejshet. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë rast i mobilizon që futet edhe i fut në një bllokat që ata mos me pas mundësi me lidh aleancë dhe me ndihmue kundra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj pejgamberi alaihi salam duke ja u diktue kushtet qifutëve në Medinë, ja u vendosë një kusht që thotë dhe asnjë prej qifutëve mos me dal nga Medinja përveç se me lejen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kjo i bjen më këmë bashkëhore, sikur se me të allo pasërë që në të me dal me pasërsh, për ndryshe pa pasërsh s'ka me dal. Pse se pejgamberi sëmë kështë e frikë se që futet të mohon që janë njerëzit e tregtisë dalin. Dhe pastaj mundën me i sjellë dam Medinës, dhe mundën me i sjellë dam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabëve. Dhe gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja vendos një kusht e që shumë rëndësi, thot dhe ajo çka ndodh një mosmarrëveshje në mes këtyre që u ceken, ose në mes muslimanëve dhe qifutëve, atëherë dhe ndodh ndonjë ngjarje, pra ka mundësi ndonjë vrasje ose ndonjë krim e kështu me radhë, atëherë domosht që i friksohet mu prish rendin në Medinë, atëherë kthimi do jetë gjykimi tek Allahu dhe tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo ishte shumë rëndësishme vëllezër të nderuar,
nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po çdo çështje do e gjykon vet dhe me urnën e Allahut subhanahu wa taala. Shtrohet pyetja, vëllezër të nderuar, se ku janë dobit e kësaj marrëveshje që ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Padyshim që dobit janë të shumta, mirë, po disa prej tyre është që Islami nuk na mëson vetëm namazin, agjërimin, zakatin e kështu me radhë, mirë, po Islami është program jete. Pra është ligji i Allahut që ka vendosur me jetu njerëzën tokë. Njashtë që është ligji i universit që ec dilli, pastaj hana, e pastaj gjithçka ec në dobi njerëzimit, njashtë është edhe ligji i Allahut azza wa jall tokë. Pra është në dobi njerëzimit. Kush mundet me drejtu gishtin ligjit të qiellit? Kush mundet me fol keq për dillin, ose për yjet, ose për natën, ose për ditën kështu me radhë? Janë ndërzu krejt ndaj këtij ligji universal. Atëra ai që ka vendosur këtë ligj universal është njëjtë ai që ka vendosur edhe ligjin fetar. Pra Allahu xhallahu ala ka vendosur shariatën dhe ka vendosur fenë e tij dhe Kur'anin kështu me radhë. Dobia por, dobia dytë, pejgamberi alayhis me këtë marrëveshje u mbrojt nga sherri i çifutëve dhe nga rreziku i tyre. Dobia tretë është që çifutët që jetojnë me qindra ose mijëra vjet në Medinë, subhanallahu, po e pranojnë shtetin e pejgamberit alayhis salam, po e pranojnë si shtet. Dhe pejgamberi alayhis salam me marrëveshjen që e bën që mos mund ndihmu Kurajshit nga ona e çifutëve, pra i ndojti ata në dy grupe. Dhe nëse ndodh diçka, pra atë kthimi është te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ai që the marrëveshjen, domethënë nuk e pret mirësia, mirë po e pret dënimi dhe shkatrimi kështu me radhë. Dhe këto janë dobit e kësaj marrëveshje që ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shtrohet pyetja, vëllezër të nderuar, çai ka bëu çifutët për shembull, cilat janë ato shkaqe që ka bëu çifutët me i pranue marrëveshjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur tham atë në kohë para pejgamberit sa Medinë. Ata janë kohë më shumë Medinë se sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por pejgamberi sa vetëm sa në Medinë. Dhe pejgamberi sa ishte në fillim të ngritjes së shtetit. Po çai ka bëu çifutët me pranue shtetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur dihet se çifutët ka qenë fort në Medinë. Pra dhe gjithashtu kanë qenë njerëz që kanë transportuar matim, e kanë shitë dhe kanë ble. Gjithashtu kanë pas kalaja dhe kështjella të forta. Gjithashtu çifutët kanë pas stabilitet, kanë pas pasuri. Dhe gjëra të tjera të shumta që i ka bëu të fuqishëm në Medinë. Mirë, po cila është arsyeja që çifutët u dorëzuan dhe i nështruan qafat e tyre para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kam përmend dietarët disa shkaqe, para për tyre është friga e tyre e fortë në zemrat e tyre. Po çifutët janë njerëz i frigacak. Ne e shohim në lufta që janë duke zhvilluar, domethënë vetëm për slarti. Edhe nuk janë burra, janë frigacak. Allahu xhelalu ala ka thënë në Kur'an: "La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim." Thot ju musliman në zemrat e tyre jeni të merr për ta, frikë për ta. Se sa Allahut që duhet me jutut ata, se me ka me jutut Allahut duhet me pranu Islamin, nga se e din vërtetën e kështu me radhë. Dhalike bainahum qaumun la yafqahun, kjo nga sa ata janë popull që nuk kuptojnë, thot Allahu xhelalu ala. Gjithashtu që futët i përshkruan Allahu në Kur'an, thot wala tajidannahum ahrasa an-nas ala hayat, do i gjesh ata njerëzit më lakmitar për jetesë, për me jetun këtë dynjë. Që ata dhe i kanë marrë sebepet e forta në këtu. Pra që lakmojnë dhe shpresojnë kur mos me vdek. Yawaddu ahaduhum law yu'ammara 1000 sanatin, dëshiron apo shpreson ndonjë prej tyre me jetu thot 1000 vjet. Wa ma huwa bimuzahzihi min al-'adhab ay yu'ammar. Po ajo nëse do jeton thot Allah 1000 vjet s'ka më pështu dënimit. Pra lakmojnë për këtë dynjë. Ai që lakmon shumë ulin këtë dynjë i futet friga në domthonë në zemrën e tij, Allahu na ruaj. Pra friga natyrshme në zemrat e tyre. Kjo është shkaku i parë. Shkaku i dytë, që futet
ka hedhë Allah azza wa jall frikë në zemrat e tyre, se e kanë po vetën e vetë më dot se sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po këtu e kemi edhe një mësim shumë të rëndësishëm nga ona pejgamberit alayhis salam dhe sahabëve. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka fol me shifuzët, ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur se mbrapa atij të kishte 1 milion ushtar, sikur shteti i tij të ishte me mijëra vjet. Domethënë ka fol nga aspekti i vendost, qëndrimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë qëndrimi i vendost. Ka fol fuqishëm, pra me forcë, edhe ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë qartë. Pra ju duhet me pranu këtë kushte. Edhe subhanallah, qëndrimi sahabëve, për shembull, pas pejgamberit sa kanë qëndruar fisi Evs, fisi Khazraj, janë jo të Ansarët, pastaj Muhaxhirët, pastaj kanë qëndruar të unifikuar. Edhe çka ka vol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sahabët e kanë pranuar. Edhe kjo u kon subhanallah frikën e zemrat e tyre. Edhe kur e kanë kuptuar armiqtë e Islamit, domthonë këtë pikë të muslimanit kanë nesër me përçon muslimanët. Muslimanët janë të fortë kur janë të unifikuar, kur nuk janë të përçon, edhe kur ecin me librin e Allahut azza wa jalla dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj gjithë këta njerëz që i ke po pas pejgamberit alayhis salam u kon sikur me po një person vetëm, për shkak unifikimit që kanë qenë të bashkuar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e kanë shfaqur pamjen e mirë dhe qëndrimet e tyre pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe se si kanë bërë gara sahabët me ju bindë me ju nështru pejgamberit alayhis salam, kja ka qenë frikë tek shifutët. E treta që i ka bërë shifutët me pranue këtë marrëveshje të pejgamberit alayhis salam ka qenë vëllezër të nderuar se shifutët janë të përçarë. Allah azza wa jalla thot në Kur'an: "Ba'suhum bainahum shadid." Thot Allah azza wa jalla, lufta ndërmjet tyre është e rrept, është e fuqishme, domthonë ndërmjet tyre. Dhe thot Allah: "Tahsabuhum jami'an." Ti mendon që kur i sheh që janë bashkum, wa qulubuhum shatta, zamrat i kanë të coptuar, po ata janë të përçon. Pra, fisi Beni Qurayza ka qenë aleati fisit Evs në Medinë. Kurse fisi Beni Qaynuqa dhe fisi Beni Nadir janë kanë aleat të fisit Khazraj. Dhe sikur të shdhes lufta, domethënë me luftu muslimanët, atëherë fisi Beni Qurayza është dashur me ndihmue fisin Evs. Edhe fisi Benu Nadir dhe fisi Benu Qurayza, fisi Beni Qaynuqa është dashur me ndihmue, domethënë fisin Khazraj. Por nga kjo me kuptu se pejgamberi sa ka kuptu se ata janë të përçon, edhe Allah zgjena ka treguar se ata janë të përçon. Edhe kur janë të përçon, atëherë friksohen. Edhe kjo i ka friksuar që mos me i pranue kushtet që ka vendosur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu për asaj që i ka bën me i pranu kushtet pejgamberit alayhis salam, ka qenë domethënë interesi për me i ruajt pasuritë e jetës së bote dhe postet e jetës së bote. Dhe gjithashtu për shkaqe që i ka bën me i pranu marrëveshjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, u kon të merret që ka hedhur Allahu në zemrat e tyre. Thot Allahu azza wa jalla në Kur'an: "Fa'atahumullahu min haythu lam yahtasibu." Dhe Allahu erdhi atyre ka ata se kanë prit fare, ka ata se kanë kujtu fare hiç. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b, dhe ka hedhur në zemrat e tyre frikë. Pra në momentin që i kanë po sahabët, edhe kanë po pejgamberin alayhis salam, Allahu azza wa jalla ka hedhur frikë, por kjo frikë është ushtar për ushtarëve të Allahu xhelalu wa ala. Dhe si thot Allahu në Kur'anin: "Tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Nëse ndihmoni Allahun, Allahu ju ndihmon juve dhe ju forcon zemrat e juve. Pra Allahu ndihmon muslimanët dhe forcon muslimanët, ama me kusht kur ndihmojnë Allahun dhe fenë e tij, ama që futet, domethënë me këtë ushtar të Allahut azza wa jalla, pra me hedhjen e frikës në zemrat e tyre kanë bashkë me pranuar marrëveshjen e pejgamberit alayhis salam. Gjithashtu është hadithi ku pejgamberi sa më thot: "Nusirtu bir-ru'b masirat ash-shahr", dhe jam ndihmuar me frikë thot 1 muaj më herët. Pra armiku i friksohet pejgamberit alayhis salam,
dhe umetit tina. Pra këto janë ato shkaqet që ka bëhet që futet me pranue marrëveshjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur të shikojmë gjanë e pejgamberit me sahabë kanë qenë më pak në numër se sa që futet, mirë po që futet janë ndërzu. Ndërsa sot që futet janë 5 milion, muslimanët janë 400 milion veç në tokat arabe, mos flasim jashtë ato tokat arabe, mirë po megjithatë subhanallahu ata na qesin kushte neve edhe ne s'kem qarë për i pranu. Shika se si ka orë gjendja kur muslimanët jenë largue prej fesë së tyre. Allah na kthejt në feja ashtu që është mas mirëti. Pastaj vëllezër të nderuar, ndikimi që futve pasoj marrëveshje tek muslimanët. Pra qysh janë mundu me ndiku në mënyrë ideologjike apo psikologjike të muslimanët, qysh janë mundu me ndiku në ekonominë e muslimanëve, qysh janë mundu me ndikue me hedhë dyshime dhe me largu musliman nga feja Allahut subhanahu wa taala. Pra që futet kanë vazhdue në Medinë pasoj marrëveshje me hedhë dyshime, shubuhate, huti, domethënë në mesin e muslimanëve dhe këtë nëpërmjet mediave dhe njerëzve që i kanë pasur në atë kohë, njëjtë çysh e bojnë edhe sot domethënë këtë kohë. Merë shembull vëllezër të nderuar, Muadh ibn Jabali radhiyallahu anhu transmetohet se ka pas një hiwar, pra një dialog me një prej priftave të shifutve. Dhe i ka thonë Muadh ibn Jabali radhiyallahu anhu, i ka thonë këtij priftit nga shifutet, i cili ka pas emrin Selam ibn Mishkem. Ka thonë, pa nuk jeni ju ata që keni thonë se është afru koha ardhjes në pejgamberi, dhe ne kena mu bashku me atë, dhe kena me ju luftu juve këtu në Medinë. Dhe ju e keni prit këtë pejgamber. Se çka ka ndodhur me juve, se ky pejgamber ka ardhur. Dhe ky është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ju na keni lajmëruar për ta, se çështja e tina, ato që keni lajmëruar për puthën dhe për shtatën të ky pejgamber. Mirë po ky prifti Selam ibn Mishkem ka thonë se nuk është ky ai pejgamberi për të ne kemi palajmëruar. Edhe ka zbrit Allah azza wa jalla ajetin ku thotë walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum, dhe kur atyre u erdhi libri prej anës së Allahut azza wa jalla, pra Kur'ani, që është vërtetuesi asaj që gjendet në librat e tyre prej Injilit dhe Teuratit, wa kanu min qabl yastaftihuna ala alladhina kafaru, dhe ata ma heret, po ju kanë thonë muslimanëve, ju kanë thonë njerëzve që ka më orë një pejgamber dhe na kina mundihmu me to për me luftu popujt tjerë. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi, dhe kur ja erdhi pejgamberi, ata nuk e besuan atë dhe muhuan atë, fe la'natullahi ala al-kafirin, mallkimi Allahut që mbi kafirat. Ka se kanë merituar mallkimin, se kanë ditë hakun, mirë po nuk e kanë pranuar. Kjo sa i përket pra Muadh ibn Jabalit me këtë Selam ibn Mishkemin. Ndërsa gjithashtu mënyra tjetër që në mundu që futet me ndikue, po me hedhë dyshime, ka qenë që me besu para dite, me mëhu mas dite. Allah azza wa jalla ka thënë këto në Kur'an, thotë wa qalat ta'ifatun min ahli al-kitabi aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahar. Thanë ata që ju kështëlloni pjesë nga libri, besoni atë që është zbrit Muhamedit një pjesë ditës, po para dite, wa akfuru akhirahu, dhe mohoni pas dite, la'allahum yarji'un, që të fusëm dyshimet e kata pasaj të kthehen. Po këta ka ndesh me po që futet që ne pranum islamin, mirë po nuk e pom që ky është ai pejgamberi që ka paralajmue Teurati Injili. Edhe pastaj me daljen nga islami, me marrë edhe sahabe dhe me musliman të tjerë, dhe pastaj me fut dyshime në zamrat e tyre. Gjithashtu, u thashin muslimanëve se ne nuk do qëndrojna në xhenem përveç se 7 ditë, kurse disa të tjerë thashin se do qëndrojna vetëm 40 ditë, dhe pastaj do dalim nga zjarri i xhenemit. Dhe u thashin muslimanëve se bota tjetër është domethënë është e veçantë vetëm për neve, nuk kanë hise domethënë popujt tjerë.
Pra mundonin që me ndiku të muslimanet në zemrat e tyre, besimin e tyre dhe me i deviju muslimanet e kështu me radhë. Prandaj, ndikimi ideologjik apo psikologjik vazhdon ose edhe kësaj dite, veçantë ndaj ata që i kanë mediat në dorë dhe pushtetin në dorë, pra që me fut tek muslimanet, domethënë dyshime, se gjaja hoxha që po të mësoj ty është bashkëpunim me shtetin, ose se gjaja muslimant ata që të vinë ty në xhamie, domethënë janë shpijuna, ose kështu domethënë përdorin kësi lloj metoda që me fut dyshime tek muslimanet. Përveç kësaj metode që u munduan që futet, ishte edhe metoda e domethënë me dobësu muslimanë në ekonominë e tyre. Pra, me dobësu muslimanë në ekonomi, thot Allah në Kur'an alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Ata që janë koprat, i urnojnë edhe të tjerët që janë koprat. Pra ju kanë thonë ansarve që mos shpenzoni tek Muhamedi. Pra mos shpenzoni tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe jenë mundun këtë aspekt, pra me fut dyshime tek sahabët që mos me ndihmua rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu që futet kanë përdor edhe metoda tjera prej tyre me fut fitnë edhe përqarët e musliman, si që kemë rastin e Shas ibn Qaisit, i cili ka qenë i prith pe jehudve, dhe Shas ibn Qaisi, lanetullahi alehi, e ka marrë një djalë tri, cili ka ditë poezin me këndu, dhe pastaj ka thonë shkën e mesin e ensarve, edhe pastaj kujtoj atyre luftën e Boathit. Pra kjo lufta konë lufta me përgjakshme e fundit që ka ndodhur mes fisit e Evs dhe Khazraj, edhe këndojti këtu poezia të, dhe ka shkue kjo djaloshi me urnin dirigimin e Shas ibn Qaisit, edhe pastaj ka fillu me i këndu ato poezit, do më hanë në cilat e ka nëzejt gjakun, edhe do më hanë me i fut në përqari musliman dhe në luft. Edhe, subhanallah, shejtani është ai i cili në trupin e njeriu, si kurse gjaku, si që ka të lajmëru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe duke ndëgju ata, nxehet gjaku mes muslimanëve, edhe i kapin shpatat. Edhe thojnë disa prej muslimanëve, nëse doni me kthye ditën e Boathit, pra luftës së fundit që ka ndodhur, se të kthejna. Dhe subhanallah, do më i kapin shpatat në dorë. Pra më në kur shpata kapet në dorë, ato pritet vetëm heqja kokës në mbytja e kundërshtarit. Edhe pasaj arrin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i thët, ja ma'shar al-muslimin, thët, o grumbull i muslimanëve, pra musliman, Allah, thët, ja kujtaj Allahun, thët, qysh pasi që Allah zëvgjel ju ka uzu juve, edhe ju ka ndëru me këtë din, thët, dani mu këthyje, thët, në gjahiljet, pra gjahiljet është mu përqa, gjahiljet është mu me kap shpatat dhe mja drejtu vllaut tanë, pasi që Allah zëvgjel ju ka shpetu për i kufrit, edhe pasi që Allah ja ka bashku e zemrat, edhe ja kujtan Allahun subhanahu wa ta'ala, pasaj dënë Allah zëvgjel zbret rahmet në zemrat e muslimanve dhe që të suhen gjakrat dhe pastaj kapën për qafe muslimant, edhe kja dëmë ka si një për i përpjekjeve të qifutve që në mundu me ndezë në mesin e muslimanve, dhe më janë da pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kanë zbrit ajetet në Kur'an për Shas ibn Qaisin, lanetullah alaiku, Allah thot, qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayati llahi wallahu shahidun ala ma taf'alun wa ala ma ta'malun. Sot Allah thua jo i thartë të librit, pse po i mohoni ajetet Allahut subhanahu wa ta'ala, ndërsa Allah azza wa është dëshmitari asaj çfarë veproni ju. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا. Thuaj o i thartë të librit, pse po i pengani dhe po i zbrapsni njerëzit nga rruga e Allahut subhanahu wa ta'ala, duke kërkuar përqarje dhe ngritje në mesin e muslimanëve, wa antum shuhada, dhe ju jeni dëshmitar, po ju dini mirë se kjo fe është fe e vërtetë e Allahut, wa ma Allahu bi ghafilin amma ta'malun, dhe Allah nuk është gafil ndaj asaj çfarë veproni ju. Dhe pra këto ajete kanë zbrit për Shas ibn Qaisin,
ndërsa ajetet që kanë zbrit për Efsin dhe Khazrejin apo Ansarët, janë ajetet ku Allahu thotë ja ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. O ju që besuat, nëse ju i bini një grupit për aty që është libri, thot ata do ju kthejnë juve, do ju sprapsin prej fesë tuaj, edhe pastaj ju do bahni pabesimtar. Wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fikum rasulu. Thot dhe si do i mohani ajetet e Allahut kurse ato ju lexohen juve dhe në mesin tuaj është pejgamberi Allah subhanahu wa taala, wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. E kush do që kapet në rrugën e Allahut, ai është udhëzuar me të vërtetë në rrugën e drejtë. Pra këto ajete kanë zbrit për Efsin dhe Khazrejin që me pas kujdes dhe mos me ju bind çifutëve, në këtë rast Shasi ibn Qaisit la'natullah alayhi, i cili është mundue me fut për qarje dhe me ndez luftën mes muslimanëve. Dhe pastaj zbret gjithashtu ajeti ja ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju besimtar, tutni Allahut me një frikë të sinqertë dhe mos vdesni ndryshe përveç se duke qenë musliman. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kapni të gjithë litorin e Allahut dhe mos u përçani. Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum. Kujtoni mirësinë e Allahut kur ju ishit armiq dhe pastaj Allah azza wa jalla u bashkoi zemrat me orën e pejgamberit sa dhe Islamin dhe kanë zbritur ajete dhe kena thënë në fillim se një prej dobive të mësimit të sirrës është që i merr vesh shumë ajete të Kuranit pse kanë zbritur dhe për kë kanë zbritur. Dhe ja këtu janë disa prej ajeteve. Dhe gjithashtu që fotet kanë vazhduar në mënyra tjera dhe forma tjera për me i deviju musliman nga rruga Allahut, nga sa thot Allah azza wa jalla në Kur'an wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada min 'indi anfusihim. Shumë prej autorëve të librit thot dëshirojnë që ju të zbrasni dhe të dezertoni nga feja dhe ta lëni imanin dhe të bëheni pabesimtar, kafir, Allah na ruaj. Hasada min për shkak hasedit, zjelis, domethënë që kanë te kjo kështu me radhë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas gjitha këtyre vëllezër të nderuar e shohim se nuk ju ka shpall luftë dhe nuk i ka thye marrëveshjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se ka qenë në fillim të formimit të shtetit dhe luftimi me ta në këtë kohë domethënë ishte dobësi për pejgamberin alayhis salam dhe për muslimanët, nga se ishin me të dobët, kurse qifotet ishin me të fuqishëm. Dhe për fund vëllezër të nderuar, e kemi rastin që ka ndodhur mes Finhasi ka qenë një qifut dhe në mes Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu. Ebu Bekri radiallahu anhu një ditë prej ditëve në Medinë shkon në shtëpinë ku ka qenë ky Finhasi, një prej rabinëve të qifutëve, duke ja mësuar Teuratin domethënë qifutëve. Dhe hyn Ebu Bekri radiallahu anhu në këtë shtëpi. Dhe pasi që hyn Ebu Bekri radiallahu anhu, atëherë i drejtohet i Finhasit edhe i thotë që tutje Allahut azza wa jall, për arsye se ky ndryshim ka ndodhur në Tevrat. Dhe ju jeni të vetëdijshëm për ndryshimet që kanë ndodhur. Po të njëjtën kohë Tevrati ka lajmëruar për ardhmën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ju e gjani të shkruar atë në Tevratin që e lexoni. Prandaj ti je një prej dietarëve, prej rabinëve të qifutëve, nga se je duke ja mësuar Tevratin dhe ti e di këtë shumë mirë. Prandaj mos i merr në qafë këta njerëzi, mirë po tregoja rrugën e udhëzimit dhe pranon Islamin dhe bashkon ju pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se ju e dini se ai është hak. Pra Abu Bekri radiallahu anhu për jashtët tonë shtëpinë e mësimit të qifutëve. Subhanallah, shikon në këtë Finhasin lanetullah alaihi se çfarë i thotë Abu Bekrit dhe shikon se sa i prirt ka qenë ky njeri në zemrën e tij. Ky i thotë Allahu na ruajt, i thotë Allahu ka nevojë për neve, kurse ne nuk kemi nevojë për Allahun. Pra, me një fjalë, inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Thotë Allah është fukara, nevojtar, kurse ne jemi të pasur. Ka
akuzua Allahun xhelle wala. Dhe ai thot ban më shumë për neve, na nënshtrohet neve, na përulet neve. Allahu në këtë rast son na që do të më përulet tina. Pra kështu thot Finhasi lanetullahi alayhi. Dhe përveç kësaj thot Allahu ju ka ndalu juve muslimanëve prej kamatës, kurse për veten e vetë të ka lejue. Po men dhe ledhi ju kridullahe qardan hasana, kush është ai që jap Allahut një hua, the ju dai fe hua dafin këthira, Allahu kom jashtu dhe më shumë. Dhe kur i ndëgjon Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu gjitha këtu fjalë, hakun e Allahut xhelalu ala, atëherë godit Finhasin me shuplagën e tij, me buksin e tij dhe rrezon për tokë. Dhe pastaj Finhasi lanetullahi alayhi niset për më shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shkon edhe Abu Bekri. Dhe pejgamberi alayhis salam i thotë Abu Bekrit, ma hamalaka ala ma sana. So çka të ka shty kjo që ti ke vepruar me to, po ne jemi në marrëveshje. Atëherë Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu i tregon se e ka zemruar Tejmose, po me fjalët që ja kishte thonë. Dhe se për shkak nervozës për Allahun xhelalu ala, atëherë ka godit Finhasin. Mirë po Finhasi e refuzon, thotë unë nuk ja kam thonë këtë fjalë, po që i ndëgjua ma herët Abu Bekrit. Dhe Allah azza wa jalla zbret ajetin Kur'an ku thotë laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah ka ndëgjuar fjalën e atyre që kanë thënë Allahu është fukara, kurse ne jemi të pasur. Se nektubu ma qalu, Allah thotë të regjistrojmë ato që e kanë thonë. Wa qatlahumul anbiya bighayri haqq. Dhe vrasin e pejgamberëve që i kanë myth pa kur far haku, pa kur far drejtje. Wa naqulu dhuqu adhab al-hariq, dhe do ju thëjmë këtyre botën tjetër, shijoni dënimin e zjarrit. Allah azza wa jall për i zbret këto ajete, edhe këto mësojnë shkakun e këtij ajeti pse ka zbrit, dhe e vërteton ato që ka thonë Abu Bekri, dhe e demonton ato që ka thonë Finhasi lanetullahi alayhi, dhe pastaj gjithashtu Allah azza wa jalla zbret disa ajete në hakun e Abu Bekrit ku thot la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum, do të sprovoni pasurinë tuaj dhe veten tuaj. Wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira. Dhe do të ndëgjoni për atyre që ju është dhënë libri, po edhe për mushrikëve lëndime të shumta. Wa in tasbiru wa tattaqu fa in dhalika min azmi al-umur. Mirë po ju nëse bëni sabër dhe tregoni të ruajtur, kjo është më mirë për juve. Po koha kur azmi këto ajete u kanë, mos mendes luftë. Po në këtë kohë pejgamberi ka lidhur marrëveshje, nuk thehet marrëveshja për muslimanëve dhe nuk u kanë dobit muslimanëve që modhez lufta me që futën këtë kohë. Nga se muslimanët vetëm sa kishin ardhur në Medinë. Prandaj u kërkonte sabër dhe durim dhe maturi, dhe pastaj do vjen koha kur këta të cilët shpifin për Allahun do dëbuhen, do përzonen, do luftohen dhe do mbyten me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është sa i përket pra 3 grupe që pejgamberi sa i ka gjetë në Medinë, dhe mësuam se si prej tyre, po si ka vepruar pejgamberi me muslimanët, si ka vepruar me mushrikët dhe si ka vepruar me çifutët. Dhe inshallah në dersën e ardhshëm do flasim për rruga për në Bedër apo lufta e Bedrit. Allahu azza wa jalla shpërblet me xhennet. Qulu qawli hadha astaghfirullah li.